Atëherë dashur, kam sot të ftuar përmes platformave online zonjën Sadia Aliti, kryetare e shoqatës së shkrimtarëve ONEUM, për biseduar mbi orën letrare që u mbajt me titullin Pujis në vargje. Përshëndetje, shumë kënaqësi si gjithmonë biseda me ju. Përshëndetje edhe nga Tetova, në këtë vap të mbet. Ju falenderojmë për mundësinë dhe hapësirën që krijoni që edhe shoqata e shkrimtarëve ONEUM të prezantojë para audiencës dhe shikueshmërisë suaj aktivitetet e radhës. Faleminderit dhe juve që jeni me ne. Atëherë mbajt, nëse nuk gaboj, me datë 16 korrik apo jo, në mbajt, më thënë, ditën e djeshme Pujis në vargje, orë letrare nga shoqata e shkrimtarëve ONEUM. Na tregoni pak, ndoshta fillimisht për titullin, pse ky titull, çfarë simbolizon edhe sa herë me radhë që po mbahet tashmë kjo orë letrare që pak a shumë është kthyer, le të themi, edhe në një traditë. Po, lirisht mund të themi se është shndruar në një traditë, pasi është viti i 10 i radhës, domethënë ky aktivitet kulturor në bashkëpunim me komunën e Tetovës, si pjesë përbërëse e aktiviteteve të verës kulturore tetovare, ka filluar diku në vitin 2016 dhe për çdo vit, shoqata e shkrimtarëve ONEUM ka qenë pjesë përbërëse e kësaj agjende kulturore, duke organizuar një orë letrare, duke mbajtur në ambiente të ndryshme të qytetit, diku rreth lumit, diku edhe në hapësira të jashtme, por edhe në ambiente të mbyllura, dhe thotë me një pjesëmarrje të theksuar të poetëve tetovar, por edhe më gjerë të qyteteve shqiptare këtu në Maqedoni. Risia e këtij viti për këtë aktivitet ishte se kishim mysafir nga Kosova dhe nga Shqipëria, si një formë bashkëpunimi që kishim me shoqatën për kulturë dhe Akvidani nga Prizreni, sepse në vitin e kaluar me departamentin e të rinjëve dhe me krijues tetovar nga Shkupi dhe nga Gostivari, realizuam një vizitë në Prizren, vizituam monumentet kulturore të qytetit, vizituam bibliotekën e qytetit në Prizren, ku dhuruam librat autorial të poetëve pjesëmarrës. Prezent kishim edhe disa shkollar të mesëm të komunës së Prizrenit, sepse edhe vetë pjesëmarrës ishin edhe krijuesit e rinj të shoqatës së shkrimtarëve ONEUM, dhe te Ligia e Prizrenit mbajtën një orë letrare. Ishte një vizitë kthyese dhe një vërtetësi e atij rrugëtimi të bashkëpunimit kulturor dhe poetik. Pse Pujis në vargje? Po, vapa e korrikut, sigurisht se në orët e mbrëmjes është bërë poetik, skrimi artistik, skrimi letrar që sjell edhe një festive rrallë. Atëherë kemi shënuar vetë se një vit jubilar, domethënë tashmë për këtë orë letrare, për Pujis në vargje, domethënë 10 vite me radhë, një vit jubilar, do thonim. Kur e mendojmë në retrospektiv, çfarë kemi sjellur domethënë gjatë këtyre 10 viteve, përveç e kuptojmë domethënë pjesëmarrjen e shumë autorëve, qoftë tetovare apo edhe të qyteteve të tjera. Domethënë çfarë mund të themi që kemi bërë si orë letrare, çfarë kemi dëgjuar, çfarë kemi parë, çfarë kemi prezantuar, për çfarë kemi folur gjatë këtyre 10 viteve punë? Po, simbolika ka qenë larmishme organizimi, do thotë vetë krahas leximit të poezive janë në disa manifestime është bërë promovimi i revistës për kulturë dhe art, si organ më i lartë i organizimit të shoqatës, Plejada. Kemi bërë promovime të librave, kemi patur diskutime për poezinë, dhe thotë krahas leximit të poezive kanë pjesë përbërëse çdo aktiviteti ka sjellur edhe nga një visi, ka sjellur një organizim të ndonjë promovimi, të ndonjë debati letrar, dhe thotë ka qenë një brenda, ka pasur pika muzikore, me instrumente të ndryshme, ndonjëherë ka pasur edhe këngë, manifestime, më thënë aktiviteti përcjellur edhe me këngë. Dhe thotë në çdo vit, në çdo aktivitet ka patur nga ndonjë risi. Këtë vit shoqata vendosi që të nderojë edhe me një mirënjohje në shenjë falënderimit zotëri Bruno Tekën,
i cili është nga Tetova, i cili njihet për veprimtarinë e tij patriotike, adhetare, politike, patriotike, por edhe kulturore, sepse është njëri ndër përkrahësit dhe mbështetësit e formimit të shkollës në gjuhën shqipe në dallat të Teksasit, në kuadër të Këshillit Shqiptaro-Amerikan. Veprimtaria e tij është shumë e madhe, shumë e bujshme, veçanërisht në kohët e më të nevojshme dhe më të vështira të kombit shqiptar, të historisë më të re të shqiptarëve, si në Kosovë, si në Maqedoni, ashtu në Shqipëri. Lobimi i tij në Senatin Amerikan, shtetjen e politikës, duke lobuar, duke kontribuar për afirmimin dhe avancimin e çështjes shqiptare edhe në institucionet dhe organizimet politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ne një shenjë falënderimi për tërë këtë kontribut e nderuam me një mirënjohje. Ishte i pranishëm zotëria që të pranonte mirënjohjen, edhe dua di pak ndoshta mbi ndjenjat apo emocione që ai kishte kur u nderua me këtë mirënjohje për kontributin e tij, domethënë shumë vjeçar. Po, ishte prezent, ai ishte i shoqëruar edhe me disa mikë të tij që janë për vizitë në vendlindjen e tyre. Sigurisht janë emocione madhe, janë emocione ndjenje, sepse kur kthehesh në një retrospektiv që ti i ke kushtuar vite, dekada të tëra çështjes dhe kontributit për adhen tënd, për popullin tënd, sigurisht është emocionues dhe ishte një shenjë falënderimi i mbushur me plot emocione dhe me shumë dashuri, duke uruar dhe duke mbështetur që këto aktivitete të vazhdojnë edhe më të tjerë, sepse kultura është e qytetit, është e qytetarëve, është të gjithëve, pa marrë parasysh nga cili subjekt ose nga cilat persona drejtohet dhe hiqet në institucion të caktuar, sepse ky është një aktivitet 10 vjeçar. Besoj duhet jetë ashtu. Besoj duhet jetë ndjenjë veçantë kur edhe pse i njohur në shumë fusha është ndjenjë ndryshe kur urohesh apo nderohesh me mirënjohje nga vetë vendlindja yte dhe ajo që i ke kushtuar kaq shumë punë dhe vite. Çfarë tjetër kishim në 10 vjetorin e kësaj ore letrare, domethënë Puhiz në Varxha? Prania e poetëve, siç thash, nga Shqipëria dhe nga Kosova, nga në qytetet të Kosovës, ato sollën edhe libra të cilët në një farë forme ishte edhe promovimi i librave të tyre dhe këmbimi i librave, këmbimi i ideve. Ne patëm edhe një vizitë pritëse te sektori për veprimtari publike në kuadër të komunës së Tetovës. Kuna priti zotri Valentin Ademi, pastaj bën një shëtitje në qytetin e Tetovës, sepse kishim mysafir të cilët edhe ishin për herë të parë ndoshta për vizitë në Tetovë, dhe pasoi aktiviteti dhe u përmbyll me një darkë solemne të shtruar për nder të mysafirëve. Zëmërësia ishte kjo prezenta e këtyre mysafirëve, sepse aty kishim profesor universitar, kritik letrar, krijues, botues, të cilët janë të njohur për jetën letrare dhe akademike. Dhe besoj se doli një aktivitet i bukur, doli një aktivitet i mirë, me idenë në shpresën se organizimet e këtilla do të realizohen edhe më të tjerë, sepse shoqata e shkrimtarëve e unë, nëse viti ka 12 muaj, kalendarik ne kemi realizuar diku mbi 17-18 aktivitete kulturore, letrare, bashkëpunime ndërkufitar, vizita përmendëm në Prizren, vizita e realizuar me shoqatën e shkrimtarëve dhe me shkollarët e mesëm të vitis, vizitë në qytetin e Resnjës, në gjimnazin në qytetin e Resnjës dhe në një shkollë fillore në gjuhën shqipe në rrethinën e Resnjës, orë letrare, promovime, aktivitete
pjesëmarrje në për festivale dhe kjo është bërë me një buxhet shumë minimal, të mos përmendi shifra tani që janë të ndjen përkrahura nga Ministria e Kulturës dhe disa projekte me një shumë minimale dhe nga Komuna e Tetovës, dhe thotë gjithë ky bagazh kulturor dhe artistik realizohet në shenjë të vullnetit dhe dëshirës të Tetovës dhe qytetarëve të Tetovës të jepet një gjallëri, të jepet një jetë kulturore dhe duke nxitur dhe motivuar dhe krijuesit e ri që të jenë aktiv në jetën kulturore dhe të trasojnë rrugën e krijimit artistik në qytet. Atë doja t'ju pyesja, sepse unë e di edhe sa bëni edhe për autorë të rinj dhe sa faktikisht jeni mbështetës për krahas dhe ju krijoni edhe atyre hapësira që të shfaqen ato talentet të tyre në shkrime dhe librat apo të promovojnë shkrimet të tyre, edhe duke qenë edhe se mbështetja ngelet minimale nga institucionet apo edhe rrethi, çfarë e shtyn shoqatën ONEUM që të vazhdojë me këto aktivitete dhe të bëjë kaq shumë për jetën kulturore në përgjithësi, jo vetëm në Tetovë, po flasim në përgjithësi. Po, do të thotë vetë shtrirja e aktiviteteve, gama e përfshirjes së aktiviteteve që përmendëm janë, do të thotë ne jemi aktive edhe jashtë qytetit të Tetovës, sepse kemi tash mos ndalen që të flas për aktivitetet, sepse dhe shoqata e shkrimtarëve këtë vit e ka vitin e 11 që është prezente në jetën kulturore, ne kemi realizuar edhe shumë aktivitete edhe në Maqedoninë Lindore, në Maqedoninë Qendrore, duke vizituar fshatrat e komunës së Velesit, komunës së Krushevës, komunës së Prilepit, në Zhitosh, dhe thotë kemi realizuar rol letrare, kemi dhuruar libra, mos flasim për qytetin e alfabetit që kemi bajtur disa aktivitete atje, kemi bajtur aktivitete në Dibër, do të thonë ne nuk shtrihemi dhe nuk funksionojmë, nuk veprojmë vetëm në Tetovë, por e kemi një agent pak më të gjerë të aktiviteteve brenda qyteteve shqiptare në Maqedoni, por edhe jashta kupive duke përfshirë Kosovën dhe me idenë dhe me qëllime që ky bashkëpunim edhe të zgjerohet edhe më të qesë, se tash kemi patur vite më parë edhe në një aktivitet të këtill, edhe në qytetin e Ferizajit. Kemi oferta, kemi bashkëpunime, kemi dëshirë edhe thirrje edhe nga qytetet e tjera, por jemi pikërisht këto vështirësitë ekonomike, financiare, që ndoshta pak ta thungojnë atë lëvizshmërinë. Vullneti dhe dëshira ekziston nga ana e anëtarëve të kryesisë, nga ana e anëtarëve të shoqatës që janë krijues, dhe vetë nga anëtarët e rinj, po me shumë sakrificë, me shumë organizime mundohemi që të jemi prezent dhe që përgjigjemi këtyre ftesave dhe këtyre aktiviteteve. Unë kam cekur disa herë, po e risteksoj edhe një herë se shoqata e shkrimtarëve ONEUM nuk është një organizatë profitabile që sjell para, por edhe atë buxhet minimal, shumë të vogël që e ka, mundoj që t'i mbuloj që ato harxhimet organizative, se aty kemi zyrë, kemi paguajmë qira, janë shërbimet që duhet të paguhen rryma, uji, veturina, në të gjitha shpenzime që ka një zyrë. Dhe nuk kemi ndoshta mundësi që krijuesve të rinj, por edhe të interesuarve të tjerë që mësojmë botimin e shpenzimeve të shtypit të një libri, pasi botimi një libri ka një kosto ekstremisht të shtrenjtë, por ne mundohemi që të jemi pranë krijuesve të rinj, pranë të interesuarve, duke ju dhënë një përkrahje morale dhe profesionale në aspekt të lekturës, redakturës dhe mbështetjen dhe përkrahjes të nxitjes së atij të marrjes së guximit që të jenë aktiv në shkrime, dhe besoj se deri më tani kemi patur shumë sukses, pasi kemi shumë krijues të rinj që kanë edhe nga 2-3 vepra të botuara, që kanë bërë promovime, që kanë qenë pjesëmarrës në organizime të ndryshme, qoftë në formën online, qoftë në formën e prezentës fizike. Gjithçka mbështetet në vullnetin dhe dëshirën e asaj që ke për
gjuhën, për kulturën dhe për poezinë ose për krijimin letrar në përgjithësi. Po, sepse po përmendim edhe përgjegjës pozitive, në përgjithësi ju jeni gjithmonë të gatshëm të merrni pjesë me orë letrare, me promovime dhe me gjithçka tjetër që i përket një shoqate të shkrimtarëve, jo vetëm në TOTOF, por edhe jashtë saj. Po shoqatës Oeneum, edhe autor që kishit si vjetën nga qytetet e tjera, nga Kosova, nga Shqipëria, po edhe në eventet e tjera, sa janë të hapur në përgjithësi autorët dhe bashkëpunuesit me ju që dhe të bashkëpunojnë apo të jenë pjesëmarrës në këto evente që ftoni? Çdo herë dëshira është për të qenë pranishëm, çdo herë ka vullnet, por nga ndonjëherë ne jemi të kufizuar, jemi të tunguar për mungesë të mjeteve financiare. Sepse kostoja e pjesëmarrjes në një aktivitet letrar është i kushtueshëm. Dhe nëse nuk ke mundësi që ju ofro, do të patëm të ndihmosh edhe një poet i pjesëmarrës, një krijues, një artist i pjesëmarrës në një aktivitet, patëm që siguro që vijnë nga larg, që vijnë nga qytetet tjera dhe që vijnë edhe nga jashtë Maqedonia, patëm nëse do të sigurosh një bujtje ose ti sigurosh një pjesëmarrje, një drek ose një darkë, që t'ja lehtësosh edhe kostën, që më thënë t'ja zbusësh pak atë kostën e shpenzimeve pjesëmarrëse. Nga do njëherë e kemi këtë mundësi që të sigurojmë në gjë të tillë, nga do njëherë jemi të kufizuar dhe nuk kemi mundësi që të sigurojmë. Edhe sigurisht ndonjëherë krijuesit pjesëmarrës e kanë atë komoditet dhe atë mundësi që të gjitha shpenzimet i mbulojnë vetë, ta nderojnë tetovën, ta nderojnë letërsinë, ta nderojnë krijimin artistik, po edhe vetë shoqatën e shkrimtarëve dhe të jenë të pranishëm në aktivitete letrare dhe organizime letrare. Ndonjëherë nuk kanë atë mundësi dhe nuk kanë mundësi që të përgjigjen në ftesës pozitive, sepse më duhet të ritheksoj edhe një herë. Për vitin 2025, në faktikisht 2025 është që vitin e kaluar, shoqata nga Ministria e Kulturës ishte mbështetur vetëm me 2 projekte, një projekt që ishte për revistën Plejada që votohet në 4 numra, dhe me një projekt për festat e nëntorit me një shumë 40.000 denar që nuk mrishin të mbulohen harxhimet e një dreke me një numër të kufizuar të pjesëmarrësve. Për vitin 2026 edhe më keq, nga gjithë 6-7 projekte të aplikuara në Ministrinë e Kulturës, shoqata nuk mbështetet në organizime festat e nëntorit, projekt, aktivitet që realizohet edhe 10 vite e më tepër, edhe shumë aktivitetet e tjera që janë realizuar në vazhdimsi nuk mbulohen, nuk kalon asnjë projekt, nuk miratohet asnjë projekt mirator, vetëm një projekt i Plejadës edhe atë me një fund të tunguar edhe më pak se vitin e kaluar. Do të thotë edhe pse ne ju përgjigjem pozitivisht pyetjes në konkursin e Ministrisë të Kulturës dhe Turizmit për programin vjetor të vitit 2026, kemi vetëm një projekt me një shumë që me ditë do të mrinë të mbulojmë penzimet e shtypit të revistës Plejada. Komuna e Tetovës për vitin 26 në ndau disa mjetësh në një shumë minimale për të realizuar disa aktivitete që edhe ato me ditë kemi arritur që t'i mbulojmë dhe do të thotë mungesa dhe vështirësitë financiare nga do njëtë të përkufizojnë edhe në angazhimet e mundshme, në realizimin e projekteve dhe aktiviteteve. Pa marrë parasysh gjitha, le të themi, sfidave, vështirësive dhe përkrajes minimale që shoqata ka, sa rëndësishme është faktikisht të kemi të tilla evente, të tilla projekte dhe sa rol luajnë, si për shembull të tilla orë letrare si Puhiz në Vargje dhe shumë të tjera në jetën kulturore të qytetit dhe jo vetëm dhe më gjërë. Po sigurisht është e nevojshme sepse shoqata shkrimtarë Oeneum tani më është bërë një brend për qytetin e Tetovës dhe është prezente në shumë ngjarje, në shumë aktivitete, jo vetëm në Tetovë, por edhe në Gjërë. Dhe ndonjëherë është e vështirë që të bësh apel edhe për donacion ose për financime nga subjektet e bizneseve private, se sikur më edhe sektori i bizneseve sikur duket i lodhur nga çdo herë që qasëm në të kaluarën e viteve të mëparpashme, aktivitetet kulturore thuajse çdo herë kanë qenë të
përkrahura dhe të mbështetura nga sektori privat. Ne nuk kemi edhe përkrahje dhe mbështetje, shoqata e shkrimtarëve nuk ka patur ndër vite ndoshta dhe përkrahje dhe mbështetje nga sektori dhe biznesi privat, por këto 2 vite jo ka qenë pamja, nuk ka patur një përkrahje dhe mbështetje të tillë, dhe është e pamundur, ndoshta ka ndonjëherë ne drejtohemi edhe me kërkesa për mbështetje dhe përkrahje të ndonjë aktiviteti konkret, por duhet të jemi të mirëkuptueshëm se situata ekonomike dhe zhvillimet në sektorin privat dhe në sektorin shoqëror sigurisht i kanë sakrificat e veta dhe ndoshta është edhe e vështirë që të mendohet edhe në këtë drejtim. Gjithsesi, ora letrare Puiz në Vargje besoj që së shpejti vetë se do nisë punimet dhe planifikimet për vitin e saj të 11, punë e madhe, punë e palodhur nga ju në kuadër të kësaj ore letrare. Çfarë tjetër gjithsesi do kemi gjatë vitit 2026, me atë sa kemi planifikuar që besoj është vetë një kalendar shumë i mbushur kulturor dhe plot projekte nga ana e shoqatës ONEUM. Çfarë tjetër mund të presim nga ju? Po, me thënë edhe njëherë i përsërishte ky ishte projekt i komunës të Tetovës në kuadër të verës kulturore Tetovare, Tetova në Pet. Dhe ne kemi qenë pjesë e organizimit vetëm për orën letrare dhe mbështetja financiare ka qenë vetëm një darkë që është shkruar për mysafirët. Vazhdimësia e vitit sigurisht se kemi projekt, kemi aktivitetet programore të cilat ne do mundohemi që ti realizojmë me forma dhe mundësi të ndryshme. Kemi disa aktivitetet që kemi në organizime si për me Departamentin e të rinjëve, organizime, takime me marrëdhëntarët, një aktivitet letrar ku kemi të pranishëm edhe krijues nga Mërgata, do të jetë vazhdimësie, angazhimeve të verës, promovime, kemi festat e nëntorit, që mendoj edhe se nuk kemi buxhet për këtë vit, ne mundohemi që të gjejmë formë dhe që e realizojmë, të vazhdojmë me karavanin e shkrimtarëve, vizita nëpër shkolla fillore dhe të mesme në rrethinën e Tetovës, por edhe në jashta Tetovës. Planifikojmë që të vizitojmë qytetin e Ohrit, qytetin e Velesit, qytetin e Prelepit, disa shtratrat që na kanë mbetur për t'i vizituar, të bëjmë promovimin e revistës Plejada, e cila është në proces të hypit të botimit. Kemi aktivitet që bëjmë çdo vit me shoqatën e shqiptare në Boros të Suedis, ditët e letësisë suedeze në Tetovë. Kemi edhe aktivitetet të tjera që realizojmë në të formës të krijuesve bashkëpunim, dhe më thënë që artist ose aktor, dhe të thotë një formë e tillë bashkëpunimit. Kemi pasur aktivitetet të tilla në galerinë e piktorit Tetovar, Nisar Mehmeti, ose një aktivitet letrar në galerinë e Akademikit dhe Dreqirit në punimet në faktisht ai mozaik në Gjuhë, që i realizon ato forma të këtilla të aktiviteteve, ne të vazhdojmë edhe më të tjetër realizojmë me fundin e mushtit edhe me përmbylljen e mësimeve të verës, agenda aktiviteteve programore. Do të vazhdojmë me promovime, me takime, me orë letrare, me qytet dhe në gjërë, po do të qohim në këtë varet edhe nga do të mund të organizohemi me aspektin e finansave dhe buxhetit. Dhe shpresojmë se do t'i realizojmë, do të mbajmë atë formën e aktiviteteve që kemi pasur vitin e kaluar, do të thotë se kemi një bashkëpunim me bibliotekën e qytetit, kemi bashkëpunim me Pallatin e Kulturës, do të thotë me shoqëritë kulturo-artistike, festivin art, festivin vlerë, do të thotë mundohemi që këto aktivitet edhe të përjetë institucionalizuar, bashkëpunim me universitetet,
e që gjenden në Tetov edhe jashtë në Universitetin e Tetovës, në Universitetin e Evropës së Perëndimore, në shkollat e mesme që janë profesionale dhe jo profesionale. Do thotë ne kemi pasur aktivitete edhe në shkollën e mjekësisë, në shkollën e muzikës, do të vazhdojmë këtë rrugëtim dhe këtë angazhim të aktiviteteve tona me një duke përmbledhur, duke bashkuar vetë societës të gjitha familjet, të gjithë krijuesit, të gjithë adhuruesit, sepse antarët e societës janë që kanë formën ose statutin mik të societës, edhe pse mund të mos jenë krijues, mund të mos jenë shkrimtar, mund të jenë adhurues, të fjalës së bukur, të fjalës së shkruar dhe ata doher janë prezent në organizime dhe aktivitetet letrare dhe kulturore që i bën societa në forma dhe bashkëpunime. Zonja Sadije, unë uroj që gjitha projektet të realizohen me sukses, si çdo projekt që vetë se kemi lënë mbrapa dhe kemi biseduar, po ashtu edhe si gjithmonë të vazhdoni të keni këtë ritëm dhe këtë hovë të pandalur për të qëndruar dhe për të pasur ndikim sa më shumë në jetën kulturore të qytetit dhe më gjerë dhe për qenë gjithmonë të pranishëm në ngritjen e nivelit dhe të vetëdijes kur jemi tek shkrimi dhe tek leximi në përgjithësi. Ju falenderit shumë që keni gjetur kohë dhe mundësi të jeni sot me ne, si gjithmonë biseda me ju shumë kënaqësi dhe uroj që ritakohemi për të tjera biseda të suksesa. Unë shpresoj se ne do ta vazhdojmë formën e bashkëpunimit që kemi edhe me ju. Uroj që ne të kemi një mbështetje dhe përkrahje edhe nga sektori më i gjerë në Tetov, edhe më gjerë që të jemi udhërhyes dhe organizues të jetës kulturore në qytet dhe më gjerë, sepse kultura është ambasadori një qyteti, ambasadori një populli, ambasadori një komi dhe një vendi. Juve ju falenderojmë për hapësirën dhe mundësinë që çdo herë na jepni për të prezantuar aktivitetet e shoqatës. Uroj që ndoshta në takimin e radhës të jemi edhe prezent në studio, por falenderës edhe për këtë formë dhe mundësi të komunikimit. Ju falenderoj dhe juve edhe një herë, gjithmonë kënaqësi. Falenderës me sukseset e reja. E dashur të dashur, edhe kuat ju përshëndesim edhe ne me gjitha këto fjalë të bukura, edhe për sot miru pafshim dhe paqim një pazitet dhe një fundjavë sa më të bukur. Mirëmbëjtje.